Pas lutimit se do të dhuroj gati gjysmën e pasurisë së tij për bamirësi, Bill Gates ka akuzuar njeriu më të pasur në botë, Elon Musk, duke folur për Financial Times. Gates e ka akuzuar Musk se po vret fëmijët më të varfër të botës me shkurtimet e bëra në buxhetin e Shteteve të Bashkuara për ndihmë. Pamja e njeriut më të pasur në botë që vret fëmijët më të varfër në botë nuk është e bukur, ka thënë Kate. Kujtojmë se Departamenti i Efikasitetit të Qeverisë së udhëhequr nga Musk ka çuar në shkatrimin e Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID, e cila më parë ka ofruar miliarda në fonde për gjithçka nga vaksinat për fëmijët deri te ndihma emergjente ushqimore. Edhe pse kohë më parë Gates dhe Musk janë pajtuar në rolin e të pasurve për dhënien e ndihmave, që atëherë të dy kanë pasur disa përplasje. Tutje në një qortim të nënkuptuar ndaj shkurtimit të ndihmave nga administrata Trump, Gates tha se ai donte të ndihmonte në ndalimin e vdekjes së foshnjave të përsëlindura, fëmijëve të nënave nga shkaqet e parandaluara të jepte fund sëmundjeve si poliomeliti, malaria dhe fruthi, si dhe të zvoglonte varfërinë. Po ashtu, pasi Gates njoftoi se po përshpejtonte planet për të dhuruar gjithë pasurinë e tij dhe për të mbyllur fondacionin Gates më 31 dhjetor 2045, ai u shpreh se njerëzit nuk mund të mos thonë për të se vdiq i pasur. Njerëzit do të thonë shumë gjëra për mua kur të vdes, por unë jam e vendosur që ai që vdiq i pasur nuk do të jetë një prej tyre. Kështu ka shkruar në rrjetet sociale filantropi 69 vjeçar. Kujtojmë se fondacioni Gates u themelua në vitin 2000 nga Bill Gates dhe ish bashkëshortja e tij Melinda French Gates, e më pas atyre u bashkua edhe Warren Buffett. Dihet se që nga themelimi fondacioni ka dhuruar $100 miliard.